Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka ka zbuluar në emisionin Opinion se Shqipëria ka paraqitur zyrtarisht kërkesën për të pritur finalen e Superkupës së Evropës në vitin 2028. Pas eksperiencës së suksesshme në finalen e UEFA Conference League në vitin 2022, FSHF duket se ka vendosur të sjellë një tjetër aktivitet madhor në vendin tonë. Nuk ishte rastësore ka kohë që kemi kërkuar të jemi kandidat për Superkupën. Ky është maksimumi që mund të bëjmë për shkak të kapacitetit. Kërkesa jonë është për vitin 2028 dhe mbetet për të diskutuar. Është e mundur pavarësisht se ka kritere për një kapacitet më të madh, por Ceferin e ka vlerësuar këtë kërkesë, shpreu Duka. Një argument më shumë që shton shanset e Shqipërisë për të fituar të drejtën e organizimit është precedenti i vitit 2018, kur Superkupa e Evropës u zhvillua në Lerok Arena të Talinit në Estoni, një stadium me kapacitet më të vogël, pavarësisht 15.000 vende e improvisuar. Ky fakt tregon se UEFA është e hapur edhe ndaj stadiumeve më kompakte, përsa ku organizimi dhe infrastruktura plotësojnë standarde ndërkombëtare. Nëse kandidatura e Shqipërisë do të miratohet, Air Albania Stadium do të presë një nga ngjarjet më të rëndësishme të futbollit evropian të klubeve, duke sjellë në Tiranë kampionët e Champions League-s, si dhe të Europa Ligës.